SBA godet rrjetet e turizmit të lindjeve, paralajmëron edhe qytetarët e Kosovës. Në presidentin Donald Trump, Departamenti i Shtetit po mbron integritetin e shtetësisë amerikane duke dhënë fund skemave të palishme të turizmit të lindjeve. Asnjë huaj nuk lejohet të marrë një vizë vizitori me qëllim kryesor të fitimit të shtetësisë amerikane për një fëmijë duke lindur atë në SBA. Departamenti i Shtetit të Bashkuara ka identifikuar dhe çmontuar disa rrjete të organizuara të turizmit të lindjeve në Afrikën Perëndimore, Afrikën e Veriut dhe Evropë. Kështu të paktën thuhet në një raport publikuar nga The Daily Wire sipas njoftimit të bërë publik. Ambasadat amerikane zbuluan operacione të koordinuara që ndihmonin shtetas të huaj të merrnin viza vizitorësh me qëllim kryesor lindje në territorin amerikan për të siguruar shtetësi për fëmijët. Në Evropë, hetuesit identifikuan mbi 400 raste të dyshuara që nga viti 2024, ato u lidhen me të paktën 6 kompani që trajnonin aplikantët se si të përgjigjeshin pyetjeve të intervistës konsullore, rregullonin akomodimin në SBA dhe koordinonin planet e lindjes. Autoritetet amerikane menjëherë pasi i identifikuan, revokuan vizat e lidhura me disa individë dhe u ndaluan përjetësisht udhëtimet në SBA. Urdhri ekzekutiv i janarit 2025 që synonte kufizimin e shtetësisë me lindje u bllokua nga gjykata dhe Gjykata Supreme mbrojti praktikën gjatë soli në fund të qershorit 2026. Në të njëjtën kohë, Departamenti i Drejtësisë urdhëroi prioritizimin e hetimeve penale ndaj skemave të tilla. Në Texas, shteti ka ngritur padi kundër qendrës kujdesit pas lindjes DI në Houston, e cila pretendohet se ka ndihmuar në lindjen e mbi 1000 fëmijëve, kryesisht nga prindër krinez, prindërit e cilëve sipas padisë pagonin deri $20,000 për një vizitë turistike lindje.